Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. Për pak vdiqja, Analika flet për herë të parë për sëmundjen e saj. Aktoreja e njohur Analika ka ndarë një histori të dhimbshme dhe shumë personale që lidhet me periudhën pas humbjes së nënës. Teksa ishte e ftuar në një emision, ajo tregoi për herë të parë se është diagnostikuar me një problem neurologjik, një formë epilepsie. Ajo mori vendimin e vështirë për të ndërprerë gjithë dhënien nga frika se mund të mos ishte e aftë si nën. Ana tregoi se edhe partnerin e saj Bjordin e kishte pyetur nëse donte të qëndronte pranë saj, pasi nuk dëshironte t'i bëjë bar askujt. Ajo u shpreh: pas humbjes së mamit më diagnostikohet një problem neurologjik, një formë epilepsie. Kur po bëja ekon e parë të gocës, më kapi një krizë epilepsie e plot. Kisha frikë të tregoja se isha sëmur. E ndërpreva gjithë dhënien sepse nuk doja që goca ime të kishte një mama të paaftë dhe vendosa të mos i jepja gjë. Bjordit i thash: nëse do të rish me mua, rri, përndryshe je i lirë të largohesh. Dyzet vjeç, e po kujt ja priste mendja sepse Grida duket si 25 vjeç.